Ngjarjet e pranverës së vitit 1981 në Kosovë, që nisën në fillimin e muajit mars me protestat dhe demonstratat e rinisë studentore, e më pas edhe të popullit të Kosovës, të cilët u ngritën për të kërkuar liritë dhe të drejtat e tyre të ligjshme, si dhe statusin e Republikës, ashtu siç i kishin dhe i gëzonin të gjithë popujt dhe etnitë e tjerë që ndodheshin aso kohe në Republikën Federative Socialiste të Jugosllavisë, me në krye Bosnjakun Cvjetin Mijatović, kryetari i presidencës, maj 1980, maj 1981, siç dihet tashmë patë një reagim të ashpër nga Beogradi zyrtar. Udhëheqja e lartë e Serbisë asaj kohe me një kryeministrin Ivan Stambolić, kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Republikës Socialiste të Serbisë, nga e cila varej aso kohe Krajina Autonome Socialiste e Kosovës, dërgoi forcat e blinduara dhe i shtypi me dhunë ato protesta, jo vetëm me forcat policore, por duke nxjerrë edhe ushtrinë e tanket në rrugët dhe sheshet e Prishtinës dhe qyteteve të tjera ku u zhvilluan ato protesta paqësore, ku gjatë gjithë atyre ditëve 11 mars deri më 11 prill 1981 pati gjithsejt 12 viktima. Këto ngjarje të cilat u bën një lajm i parë në të gjitha mediat botërore, si dhe reagimin publik të Tiranës zyrtare, tashmë janë tepër të njohura nga dhjetra shkrime apo dhe dokumente arkivore që janë publikuar pas viteve të 90-ta kryesisht, por ajo që ka mbetur ende një enigmë e madhe dhe nuk është bërë e ditur deri më sot, është ajo se si ka reaguar fillimisht ndaj atyre ngjarjeve udhëheqësi i Shqipërisë Komuniste Enver Hoxha, cili ishte impakti i parë i tij rreth asaj që po ndodhte në Kosovë dhe çfarë hapash ndërmori më pas Tirana zyrtare për t'i ardhur në ndihmë bashkëdhetarëve të saj në Krajinën Autonome Socialiste të Kosovës. Ai u mbajti Enver Hoxha asaj çka kishte thënë në vitin 1970, se Fadil Hoxha dhe udhëheqja e lartë e Kosovës po bënin shumë mirë që ishin kundra që Kosovës t'i jepej statusi i Republikës në kuadrin e Federatës Jugoslave, apo kishte ndërruar mendje dhe qëndrimin e tij. Për këto, Memorie.al ka publikuar dokumente arkivore nga Arkivi Qendror i Shtetit, fondi personal i Enver Hoxhës. Nga dokumentet në fjalë vihet re se që nga 4 marsi 1981, kur filluan për herë të parë protestat spontane të rinisë studentore në Prishtinë, e deri më datën 3 prill, kur Enver Hoxha ka zhvilluar një takim pune me kryeministrin Mehmet Shehu dhe Ramiz Alin për ngjarjet në Kosovë, pra për një muaj rresht ka pasur një heshtje të plotë dhe nuk është zhvilluar asnjë mbledhje e byros politike apo sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-s, pra asnjë reagim nga udhëheqja e lartë e PPSH-s e Tirana zyrtare. Po kështu ajo që vihet re në këto dokumente është paniku që ka pushtuar udhëheqësin kryesor të Shqipërisë Komuniste, Enver Hoxha, i cili ka qenë i pavendosur mbi qëndrimin që duhet të mbante Tirana zyrtare mbi ngjarjet në Kosovë, atësa një bisedë tjetër në shtëpinë e partisë më 5 prill 1981 me shokët e udhëheqjes Mehmet Shehu, Adil Çarçani, Hekurani Sai, Kadri Hasbiu, Pali Miska, Spiro Koleka, Rita Marko, Pilo Peristeri, Simon Stefani e Qiriako Mihali, Nedin Hoxha e Behar Shtylla, ku ata shkonin për kafe apo për të luajtur me letra, biljardo e tjerë. Enveri i pyet ata: "Ç'mendoni për ngjarjet e fundit në Kosovë dhe ç'duhet të bëjmë ne? A duhet të mbajmë qëndrim dhe të shqetësohemi apo jo?" Po kështu gjatë një bisede tjetër të shkurtër që Enver Hoxha ka pasur në zyrën e tij me Ramiz Alin afro një muaj më pas, më 13 maj 1981, ai i ka thënë atij: "Për ngjarjet në Kosovë, mua më duket se duhet të mendojnë edhe vartësit tanë dhe pse të mos pritet prej tyre që të mendoj vetëm unë." Dokumenti arkivor i takimit të Enver Hoxhës me Mehmet Shehun dhe Ramiz Alin më 3 prill 1981, lidhur me ngjarjet dhe demonstratat e zhvilluara në Kosovë. Lidhur me demonstratat në Kosovë 3-4 1981. Në takimin me shokët Mehmet Shehu e Ramiz Alia, lidhur me demonstratat dhe gjendjen e krijuar në Kosovë, shoku Enver bëri vlerësimin e mëposhtëm.
Ngjarjet në Kosovë duhet t'i analizojmë në një plan të gjerë, në radhë të parë lidhur me vendin tonë, me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ne e dim, e këtë e dinë edhe jugoslavët që në demonstrata që po ndodhin në Kosovë, vendi ynë nuk është ndërlikuar, nuk ka gisht. Politika jone drejt marksiste-leniniste ka qenë dhe është për zgjerimin e marrëdhënieve me Kosovën e me viset e tjera në Jugosllavi të banuara nga shqiptar. Ti ndihmojmë me sa të mundemi vëllezërit tanë që të fitojnë atje sa më shumë nga të drejtat që unie kushtetuta jugoslave dhe të mbajnë kurrë e gjallë të zhvillojnë ndjenjën e kombit, gjuhën, zakonet e tjerë. Të rrisin dashurinë për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe partinë tonë. Kjo politikë e drejtë ka dhënë rezultatet që dim, të cilat mund t'i vlerësojmë të kënaqshme. Ne nuk duhet të harrojmë që të gjithë armiqtë tanë imperialistët, social-imperialistët dhe të tjerë e kanë halë në sy Shqipërinë socialiste, sepse kjo me qëndrimet e veta të drejta, me luftën konsekuente, me shembullin që jep me konsekuencë marksizëm-leninizëm, u prish punë të gjithë shtypësve, shfrytzuesve dhe armiqve të popujve. Prandaj këta janë të interesuar ta likuidojnë Shqipërinë socialiste, po si t'i arrijnë kësaj? Për ta sulmuar drejt për drejt është e vështirë dhe shumë demaskuese për ta. Prandaj ata mund të mendojnë t'u arrijnë qëllimeve të tyre, duke ndërlikuar Shqipërinë në ndonjë incident me rëndësi. Nga kjo pikpamje, ngjarjet e Kosovës mund të jenë të nxitura ose mund të shfrytëzohen për të provokuar vendin tonë. Armiqt imperialist, social-imperialist e të tjerë mendojnë se ngritja e popullit të Kosovës kundër regjimit hitist mund ta nxisin Shqipërinë të ndërhyjë, të veprojë duke gjykuar se ka ardhur koha për të realizuar bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dhe në rast se partia jone hedh këtë hap të gabuar, mendojnë ata, armiqve të Shqipërisë socialiste u krijohet mundësia të ndërhyjnë me armë dhe të realizojnë synimet e tyre për të asgjësuar këtë vatër të socializmit, Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Por partia dhe shteti ynë socialist nuk e bëjnë këtë gabim, nuk bie në këto kurthe. Në këtë çështje ne duhet të jemi vigjilent. Tani të shohim konkretisht cili mund të jetë më i interesuar për të krijuar një situatë kritike në Jugosllavi në përgjithësi e në Kosovë në veçanti. Ti marrim një nga një me radhë. Grekët dhe italianët nuk janë të interesuar, ashtu si këta, as amerikanët nuk duan tani për tani që Jugoslavia të dobësohet dhe as të dezintegrohet. Pra mund të përjashtohet që ata të kenë gisht në ngjarjet e Kosovës. Po sovjetikët mundet. Me gjithë këtë është e vështirë të pranohet plotësisht ky verzion, së pari sepse ne nuk e dim, por është e pabesueshme që titistët tu kenë lënë aq dorë të lirë sovjetikëve, sa këta të kenë organizuar ndonjë rrjet aq të madh spionësh që të jenë në gjendje të ngrejnë masat në këmbë. Pastaj nuk dim që sovjetikët të kenë bërë në Kosovë shumë investime ekonomike që do të favorizonte në një farmase ndikimin dhe praninë e tyre atje. Së dyti sepse kosovarët, si patriot të mirë shqiptar që janë, është e vështirë t'u besojnë në rusëve, qoftë se historikisht këta kanë qenë pro-serbëve e kundër shqiptarëve, qoftë sepse rusët tashmë njihen si armiq të egër, të betuar të Shqipërisë socialiste e të Partisë së Punës së Shqipërisë. Duke arsyetuar kështu me sa dim mbi gjendjen në Kosovë, mund të konkludojmë se ka më shumë mundësi që demonstratat dhe revolta e masave në Kosovë të jetë vepër e forcave të brendshme. Nga sa e kemi ndjekur zhvillimin e Kosovës dhe qëndrimet e elementeve të ndryshëm, derisa atje ka një grup njerëzish, kryesisht udhëheqës të lartë, që janë të kënaqur me gjendjen ekzistuese që Kosovën e shohin të lidhur me Serbinë dhe si një bisht të saj. Fjalimi i djeshëm i Xhavit Nimanit është pasqyrë këtij komenti. Ka pastaj në Kosovë një grup tjetër njerëzish që mund të quhen të moderuar, të cilët janë për zhvillimin e Kosovës duke shfrytzuar të drejtat që kësaj jep kushtetuta jugoslave dhe kësaj hap pas hapje në kushte të favorshme, të arrijnë edhe në ndonjë gjë më tepër. Këta janë të matur në hapat që hedhin, por siç duket, as janë të organizuar, as kanë ndonjë influencë të veçantë në masa.
Ekzistojnë pastaj në Kosovë edhe grupe të ndryshme që ata të quajtur marksist-leninist e deri te elemente të tjerë të egzaltuar, të cilët janë për aksione. Pikërisht këta mund të jenë edhe nxitësit e demonstratave dhe të ngjarjeve që po ndodhin atje. Këta njerëz ose ndonjë prej tyre mundet të jenë inkurajuar e nxitur. Suflerët veprojnë në më shumë mënyra të stërholluara, edhe nga agjentë sovjetikëve, ashtu siç mund të jenë inkurajuar nga kroatët, bile edhe nga serbët, për veprime si këto që po ndodhin, duke u thënë se tani është koha e përshtatshme e tjerë. Pse mundet të inkurajohen nga sovjetikët, apo nga kroatët kuptohet, po nga serbët përse, këta mund të duan me këtë rast të godasin shqiptarët, t'i shtypin e terrorizojnë si dhe të përfitojnë për të frenuar në një farmase lidhjet e marrëdhëniet, që janë zhvilluar aq gjerësisht midis Kosovës dhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ata e dinë se pavarësisht që Shqipëria nuk ka gisht në këto ngjarje, në demonstratat e në revoltat e Kosovës, në patriotizmin që po shpreh rinia dhe populli i Kosovës, është prezent influenca e Shqipërisë, e Partisë së Punës së Shqipërisë, që atje është rritur shumë në saje të politikës sonë të drejtë dhe të marrëdhënieve që kemi vendosur me Kosovën. Kështu mendoj unë për ngjarjet që po zhvillohen në Kosovë, si duhem vlerësuar këto ngjarje, demonstratat dhe revolta e rinisë dhe e popullit të Kosovës, pavarësisht se kushtet e sotme nuk janë të favorshme për të arritur në rezultate maksimale, pavarësisht se titistët do t'i shtypin dhe do të marrin masa kundër patriotëve kosovar. Këto demonstrata janë pozitive dhe do të ushtrojnë një efekt pozitiv. Në plan ndërkombëtar ato i tregojnë edhe një herë botës se Jugoslavia titiste është e kalbur, se ajo nuk është e tillë siç paraqitet, si një parajsë për kombet që e përbëjnë, por skëterë ku popullsi të kombësive të ndryshme shtypen e shfrytëzohen. Vërtetohen kështu të gjitha ato që partia jon ka thënë për titizmin, për Jugosllavinë e vet administrimin. Nga ana tjetër, prap në planin ndërkombëtar, këto demonstrata e ngritën edhe një herë para të gjithë botës problemin e Kosovës, padrejtësinë që i është bërë popullit tonë. Në plan të brendshëm, këto demonstrata do të rritnin më tej frymën luftarake dhe patriotizmin e shqiptarëve të Kosovës e të viseve të tjera të banuara nga popullsi me kombësi shqiptare në Jugosllavi. Ato do të shërbejnë edhe për serbët e titistët se këtu jemi ne, shqiptarët, që nuk pajtohemi me këtë gjendje dhe kur të vi dita, do të di me forcë t'i fitojmë të drejtat tona, se nuk kemi frikë as nga tanket, as nga aeroplanët tuaj. Ç'duhet të bëjmë ne në këtë situatë? Të jemi vigjilent. Ne nuk mund t'u vijmë në ndihmë të drejtë për drejtë vëllezërve kosovar. Kjo për të gjitha ato që thash, s'është as e këshillueshme, as e dobishme. Asgjë e mirë nuk do t'i vinte as Kosovës, as Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Përkundrazi do të binim në grackën e armiqve tanë, por indirekt ne duhet t'i ndihmojmë vëllezërit kosovar. Ambasadori ynë në Beograd të porositet që të marrë pjesë në takim në sekretariatin e jashtëm dhe së pari ta konsideroj si diskriminues faktin që ambasador të disa vendeve të tjera janë vënë në dijeni zyrtarisht për ngjarjet që janë duke u zhvilluar në Kosovë. Ambasadori shqiptar i një vendi fqinj që është interesuar për vëllezërit e një gjaku nuk është informuar fare nga sekretariati i jashtëm i Jugosllavisë. Së dyti tu këshilloj jugoslavëve që ndaj demonstruesve të tregohen të matur, të mos ndjekin rrugën e goditjeve dhe të represionit, gjë që nuk është as në të mirën e popullit kosovar, as të vet Jugoslavisë. Së treti tu rekomandoj që kërkesat e drejta që janë paraqitur nga kosovarët dhe që rrjedhin nga kushtetuta e Jugosllavisë duhet të plotësohen. Biseda është daktilografuar sipas shënimeve të mbajtura nga shoku Ramiz Alia. Dokumenti arkivor me bisedën e Enver Hoxhës me antarët e byros politike në shtëpinë e partisë në Tiranë, lidhur me ngjarjet në Kosovë, sipas shënimeve të mbajtura nga Behar Shtylla.